rikonfirmimin e Berishës, tash ndjekim dhe njerë si e kemi ngriqë. Ftoj të gjithë demokratët e tjerë të përmbushin këtë detyrim të rëndësishëm ndaj një procesi në demokratik që ekziston. Vota pro kryetarit Sali Berisha 37.341. Vota kundër 1.055. Vota abstenim 506. Suksese kryetarit Sali Berisha për rikonfirmimin e tij në detyrën e kryetarit Partisë Demokratike. Nga shtatori vitit 91 gjerësor, ky është votimi më i rëndësishëm, më i jashtëzakonshëm, sepse me këtë votbesim ju vendosët të ecim të pamposhtur drejt qëllimeve tona madhore. Sot ju keni votuar për një parti demokratike, të ripërtrirë plotësisht për një parti demokratike, të modernizuar në të gjithë veprimtarinë e saj. Po ju arruat të vendosit të fishizeret? I vendosin. Unë i bëra shenjë operatore, po kur? Po i vendosin në fund të emisionit? Ato ndodhen në fund të... Ja, në mbulim, i kanë vendosë vetëm në mbulim. Ato i kishte edhe Rama, më shumë fishizere. Kush i kishte dhënë? Fishizerët i kishte vendosë Rama, janë dhe parlamenti po të shosh. Si Rama? Në momentin që u konfirmu uzurpimi i Partisë Demokratike. Rama festoj. Po jam ku e kete tek parlamenti. Rama ka jetë fishizerët, mo. Aty është vendosë kjo edhësi. O zotri, tani unë po të them konfirmoja se ju keni gazetar fishizerët në momentin që Sali Berisha doli dhe tha këto që tha, por e dëgjove që tha, apo ja? Që tha? Tha, kanë vendosur për modernizimin, tha. Modernizimin. Doktori dhe modernia janë dy gjëra të... Do ishin tani pamje nga rikonfirmimi doktorit. Dhe ripërtëritja, tha. Së bashku me fishizerët, si shtamë, si kryetari PD-s, zonja Albana tani lexoi rezultatin. Dhe tani ne do të kemi doktorin kryetar deri në vitin 2030, zoti Saliani, nëse do të jetë gjallë, kupton se tani doktori do të themu rezultatin jam unë me moshën, mbrapa, jam shumë mbrapa, po batoni e shumë e verë për të thënë, ti përshë disa do vesh. Do të them rezultatin unë sa kam votu. Prit një minutë, se këtë do të pyes pra. Zoti Saliani tani nga kërkoi doktorit pretendojnë se pati 40.000 votues afërsisht. Ju keni dëna tjera, mund na thoni sa vetë kanë marrë pjesë në këto? Kanë marrë pjesë rreth 4.800 anëtarë në gjithë Shqipërinë. Po si vërtetove ti këtë? Po unë kam njerëz o zotërisë, unë nuk jam jashtëm në atë parti. Unë nesër, po ja plajmë këtu dhe ti, nesër do jem në konferencë për shtyp dhe do t'ja u sjell me link sepse nuk ka forum tjetër në 5 qendra votimi. Or 10 orë, sa ka qenë votimi, ke pas kamerën aty përballë. Dhe ti mund t'i numërosh sa kanë hyrë në 10 orë. Unë do t'i numëroj vete, do t'ja u them shifrat nesër. Ti po thuaj që media të verifikoj. Kam votuar rreth 4.800 anëtarë në gjithë Shqipërinë. Po ty ke vendos kamera ti? Atëherë i ka futur komisioni. Në një zonë për shembull. Mos i ka futur komisioni pse? Po pse kush i ka futur? Ky thot vetëm 10% asaj që është dhënë. Në një zonë për shembull, në qarkun e Korçës, nga 42 veta, ja kanë çu 850 kusur. Edhe çudi që i kanë lënë edhe aq, se mund të arrisnin edhe më shumë. Pra, është një fars dhe këto shifra treguan edhe një gjë tjetër. Treguan pse Sali Berisha nuk pranoi garën, se ju edhe këtu në studio këtu te ju, jo po Berisha e kontrollon, jo po e ka të vetën. O zotri, unë e njoh atë parti. Dhe demokratët, po ti ishte garë, dhe po të kishte një garë me një kandidat Sali Berisha, i humte, demokratët janë të jo dëshgënjyer, por është në situatën që ishte Lulzim Basha në vitin 2021. Pra nuk ka demokrat që nuk të thot në për tavolina, dëshpërimi që ka kapluar demokratët edhe shoqërinë, po në 2021, po. Në 2021, Lulzim Basha ishte në kushtet që është Sali Berisha sot. Pas zgjedhjeve. Pra ishte, nuk kishte njëri që të fliste mirë, apo ja. Është në të njëjtën situatë, nuk ka, po themi, se këtu pëse ka dhe një element tjetër që është i rëndësishëm shumë, që
në përtryeza thon tjetër gjë dhe dalin me narrativën i kërkojnë shoqërisë, njerëzve që janë të varfër, se kam edhe me disa prej drejtuesve të Partisë Demokratike, i kërkojnë shoqërisë dhe njerëzve të varfër, ore pse nuk reagojnë këta kundër regjimit. Ndërkohë që këta për një rrog nuk reagojnë në zotëri për të thënë atë që thon tavolina që din gjithë, që me Sali Berishën Partia Demokratike nuk fiton as sot, as nesër, as kurrë. Pra rrinë për ça? Po të thot njeri që fitojmë ne me këtë zotrin, kur ky vetë demotivon gjithë shoqërinë të basë. Po që votim do të hallesh ti tani? Jo, mund të votojë kundra. Po që votime janë këto më? O zotri, së pari njerë debati publik për mua, ore, se unë nuk jap mënd, po bët ashtu si shduhet jetë. Sali Berisha ka shkelur ligjin. Ligjin Partinë Demokratike, kushtetuta në Partinë Demokratike është statuti, që nuk e lejon të kandidoj, dhe ja ka ndërprej mandatin kur ka dalë rezultati në shtator. E dyta ka shkelur statutin duke mos lënë të kandidojmë në tjerët. E treta, doli aty zotria. Për çfarë e kërkon Sali Berisha mandatin tjetër në kryet Partisë Demokratike? A tha si do ta fitoj dhe si do ta mundet Edi Ramën? A tha se çfarë programi ka? A tha se çfarë alternative ka ndryshe nga Rama? A tha se si do të bëj? Ndoshta i thot tani. Çfarë do thot? Po ç'do thot mos e shkap në gënjeshtër. Tha do t'i zgjedhin deputetët premtim kryesor. Tha deputetët dhe drejtuesit do t'i zgjedhë antarësia. I zgjodhi ky. Tha që do ta trej zvarr Edi Ramën brenda 3 muajsh. E trej zvarr javë për javë, por Rama vazhdon kryeministër. Tha do t'i fitoj zgjedhjet lokale, e humbi. Tha Edi Rama nuk mi vjet zgjedhjet mua. Pra zoti Hoxha. Jo ja vodhi po e Telendisit. Tani si t'ja bëjmë? Zoti Hoxha po tha tani që ti thua që aty morën pjesë ndryshe nga ç'konfirmoi zonja Vlorë. Vetëm 10% e 37 votuesve. Po. Dhe ka dhe një gjë tjetër, se ju thonin 10%, po ka marrë as 4%. Partia Demokratike ka pas antar 120.000. I shkurtoi njërë zoti Basha, i çoi 71. Ta i ka përzënë Edi Rama në migracion. I çoi zoti Berisha 50. Pra i kanë po themi që quhet kjo gjë kështu, krastitje quhet kjo, që bëhet pemëve. Klepi krasit. 70%. Po kur krastitjet kema mbin. Dhe tani pra i pare thoshte që nuk e di se mund të kenë vdekur. Po këti ku i kanë shkuar antarët, se 70.000 i ka hequr. Edhe një sa i bie 50.000 tjerë, 46.000 tjerë nuk kanë shkuar të votojnë për këtë, nuk kanë dalë të votojnë më. Dhe elementi tjetër, që unë i vlerësoj shumë se janë kontributor në fakt, po do të shikoni edhe nesër në pamje, i vlerësoj shumë për sakrificën që bëjmë për Partinë Demokratike, por janë pamjaftueshme. Dini si është mosha mesatare e votuesve që kanë shkuar në votim? Diku te 70 vjeç. Ja. Mosha mesatare e votuesve që kanë shkuar, e këtyre 4.000 që kanë shkuar, do të shikoni edhe nesër më pamje, i vlerësoj shumë sa ta kanë dhënë për Partinë Demokratike. Janë thuajse Ma që është doktori... I kish edhe në Ma që është doktori në moshtu ati kanë vajtur këta kështu. Lidhen edhe me sentiment, po nuk është vetëm çështje moshatarësh. Edhe ata në kohën që ata e njohin Sali Berishën si të lavdishëm. Ti përgjigjen të ta marrësh nesër nga topi Abedini. Nuk e njohim si këta. Do ta marrësh veç ça moshë. Por e le të thot. Po, normale. Shiko, ka një gjë që besoj edhe ju i keni në gjimnas nuk e kam. Se ti thoj mosha mesatare 70 vjeç. Ka një kështu. Votuesoj ti 10%. Po, unë them të vërtetat. Unë kam thënë vetëm të vërtetat, edhe po i them prapë. Kjo që thuti, ato që bën ai është kështu, presion me luk çaj. S'më bën dot presion njeri mua me luk çaj. Ka bërë dot Edi Rama që është regjim, jo më ky që është në detalle. Por festa e përfundova, uzurpimi i Partisë Demokratike nga Sali Berisha, pa ligj, pa norma. Po tjetrën, mëse ta them pa këtë se nuk e kishit kronik. Ore kush e uroi Sali Berishën? Keni parë ju një lider në botë që urojnë varcet. E kanë uru vetëm varcit e vetë, se ishte e bukur shumë kjo. Urimi në përjete, e uronin vetëm varcit e vetë. O zotri, ore më thuaj një kryetar partie që zgjidhet, ose një njeri që zgjidhet në një funksion, që nuk merr asnjë urim. Ore as drejtuesi i partive popullore, as drejtuesit e partive antare të partive popullore. Në dijenin time nuk e uroi as homologu i Kosovës. As homologu i Kosovës tu aty? Jo, ma thuaj një që ka uruar. As ky i Maqedonisë, se ky i Maqedonisë nuk i ka mirë marrëdhëniet me Ramën. Do të thotë se është në PPE ky. Se shikon popullata që duhet për telefon. A është kështu? Ore nuk e ka uruar njëri më të tre. Ore i vetmi më duket se mungon edhe një shoku kishin gjetë një gjerman që punonte një e pash para ca ditësh, para 2 javësh, ishte një gjerman që ishte shok, punonte emigrant me dikë. E morën aty e çun takim me ndërkombëtare kështu. Dhe ai nuk ishte bërë urim tani. Se mund t'i thoshin për shembull, ore bëj një urim ti. Se kanë shok njerëzit që janë në emigracion, gjej një tuaj edhe nxirr aty. Fare më. Ore po kjo është
Kjo është Tani kemi unë them si shumë me të qartë të verë. Jemi shumë të qartë që kështu do ndoste. Unë të pak kështu e dinja. Me nga që i njo thellësisht mënyrën si operojnë forcat politike, veçanërisht të djathtët, unë e dinja mos e shiko tani atë, të shkruan njëri. Po çfarë mos e përgjigjem njerëz vonë tani? Po nuk përgjigjesh në emision direkt tani se thonë nuk është mirë Saliani. Edhe nuk mori pjesë në zgjedhje. Çfarë do bëni tani? Berisha ju ka caktuar apo të pyesim mirë këta që mendojnë për referendumin? Kolegët, mendoni ç'më mendojnë për referendumin? Referendumin dia. Po ku është referendumi në statut? Po nuk ka rëndësi më burr, ai është piku këtu. Ore se ti mund të tallesh atë. Por ai ka shpikur 35 vjet, ka shpikur. Që stuhet gjithkohë, por shiko, ore referendumi, njëherë nuk është statutor, e dyta, referendumi ka rregulla. Çfarë referendumi është kjo? Kjo është, hajde mblidhemi në këtu, hajde marrim në nga një flet këtu tani të pesë sa jemi, edhe zgjedhim presidentin e Shteteve të Bashkuara. Po hajde vendosim me emra këtu e themi unë du këtë ti do atë kështu. Po çfarë vlerë ka kjo? Më kjo është kot. Jo më ne këtu. Po çfarë vlerë ka kjo? Më kjo është Meksin zgjedhim. Po s'ka vlerë fare pra. Direkt. Mua bet kot. Jo, këtu zvotohet, se po të votohet, rrëzojmë ne, po puna është. Këtu në voton Bën referendum ai se di ç'e gjet.